Në këtë edicion do të ndiqni. Ligji për pagën e 13 në sektorin privat nuk pritet mirë nga bizneset, nevojitet për krahje e qeverisë. Djegje dhe hudhje të mbeturinave në varrezat e qytetit të Gjakovës. Vijat e bardha që të detyrojnë t'i shkelësh në hapësirë të gjelbër. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ministri Hekuran Murati në lidhje me pagën e 13 për sektorin privat ka bërë të ditur se nëse ky sektor është i gatshëm t'i shpërblej punëtorët, këtë mund ta bëjmë edhe me ligj, që secila ndërmarrje private ta bëjë këtë veprim. Argjend Fetahu, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dugaxhinit, është shprehur se kjo ide konsiderohet e parealizueshme në rrethanat aktuale ekonomike në vend. Propozimi i Ministrit të Financave, Hekuran Murati, për mundësinë e rregullimit me ligj të pagës së 13 për sektorin privat, nuk është pritur pozitivisht nga përfaqësuesit e bizneseve. Sipas Argjend Fetahu, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rrafshin e Dugaxhinit, kjo ide konsiderohet e parealizueshme në rrethanat aktuale ekonomike në vend, ndërsa Fetahu thekson se sektori privat po as vështirësi të mëdha për të përballuar obligimet ekzistuese financiare dhe për të ruajtur stabilitetin e bizneseve. Ne si Aleancë e Bizneseve shpesh e theksojmë sektori privat, bizneset tona të cilat operojnë në Republikën e Kosovës, gjenden në situatë jo të mirë dhe jo të qëndrueshme. Nuk kemi një strategji të mirëfillt të qeverisë, duke parë dhe rrethana të cilat që jemi edhe dëshmitar të përditshëm të politikave që janë duke ndodhur. Këto po shkaktojnë dëme të mëdha në aspektin ekonomik të Republikës së Kosovës, tek qytetarët decisivisht, po konkretisht tek bizneset. Dhe mendoj që nëse mendon se qeveria, bizneset mund t'ja dalin të paga 13 që t'i paguajnë bizneset, kjo mendoj që është absurde, sepse bizneset janë duke shtyrë me 100.000 sfida probleme, duke shtyrë të i majtë këtë fuqi punëtore, dhe mendoj që nuk kanë mundësi që pagën e 13 ta paguajnë. Ai apelon për më shumë bashkëpunim ndër institucionat dhe politikat që synojnë mbështetjen e bizneseve në vend të shtimit të barrës financiare ndaj tyre. Sport kemi një qeveri që është qeveri tamam e fuqishme, afatgjat, kemi një parlament që është, jo me një situatë cilën gjendemi politikisht dhe që të kemi politika dhe më thonë që të bashkëpunojnë me komisionet të ndryshme, me organizatat të ndryshme, të nxjerrin një konkluzion të bashkëpunon si qeveri, që ta bëjnë një strategji që të përkrajnë sektorin privat. Mes tjerash, Fetahu shtoi se qeveria ka ndarë mjete për sektorin publik, duke anashkaluar sektorin privat. Siç e kemi cekë në intervistat e kaluara, qeveria domethënë ka ndarë mjete për punonësit e sektorit publik. Domethënë ka anashkaluar sektorin privat, kur dihet që 80.000 punonësi punojnë në sektorin publik, ndërsa në sektorin privat punojnë mbi 150.000 dhe të janë taksa pagues, kontribues qytetarë si që kemi cekë në intervistat e kaluara. Por qeveria domethënë nuk ka marrë asnjë masë konkrete për sektorin privat ose për punonësit e sektorit privat, gjë e cila e mon shtetin dhe e mbush thesarin e shtetit. Po të njëjtë punëtor janë, po të njëjtat biznes janë dhe po të njëjtat këto. Dhe këto 65 milion, të cilat i kanë dhënë qeveria, mendojmë se ajo bëhet që po të kishin shkuar në investime kapitale, grande, subvencione, duke ndihmuar bizneset e sektorit privat, mendojmë që në këto kohë kishte qenë shumë më mirë dhe shumë më mëshëm kjo punë. Në fund, ai theksoi se pa një mbështetje më të madhe dhe politika konkrete për bizneset, zhvillimi ekonomik i vendit mbetet i rrezikuar. Djegje dhe hudhje mbeturinave kohëve të fundit janë regjistruar në varreza të qytetit. Për redaksin ton, një qytetar thotë se ky fenomen shqetësues ka filluar të bëhet i shpesht, kjo pasi çdo mbrëmje persona të panjohur djegin mbeturinat në afërsi dhe brenda varrezave. Varrezat e qytetit të Gjakovës janë shndërruar në një vend ku hudhen dhe djegën mbeturinat.
Për redaksin ton, një qytetar ka treguar se çdo mbrëmje rreth orës 19:30 persona të panjohur djegin veturinat në afërsi dhe brenda varrezave. Kështu që për qytetarët që vizitojnë varrezat dhe banorët që jetojnë afër tyre, është shqetësuese ndotja e ajrit nga tymi, si dhe papastërtia nga veturinat që po karakterizojnë këtë zonë të qytetit. Varrezat e Gjakovës, edhe pse janë një vend në të cilin kryen ceremonitë mortore, po përdoren nga disa njerëz si deponi të djegjes dhe grumbullimit të veturinave. Vijat e bardha të ngjyrosura dhe të theksuara mirë janë një mundësi reale për të mbajtur në kontroll qarkullimin më të mirë të këmbësorëve, por jo gjithmonë ato janë në nivelin e kënaqshëm. Në shumë zona të qytetit ato madje nuk janë përfunduar si duhet. E kjo situatë nuk ka kaluar edhe pa u vërejtur nga vetë qytetarët. Vijat e bardha të ngjyrosura dhe të theksuara mirë konsiderohen një element shumë i rëndësishëm për sigurinë dhe menaxhimin e qarkullimit të këmbësorëve në rrugë. Megjithatë, në shumë zona ato nuk janë në nivelin e duhur, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve. Në terren, shpesh vërehet se kalimet për këmbësor janë të bllokuara nga trotuarët e ngritura ose të papërshtatura, duke i bërë ato të pakalueshme për personat me aftësi të kufizuara, por edhe për qytetarët e tjerë. Kjo situatë krijon pasiguri dhe rrezik të vazhdueshëm në komunikacion, të tjera të detyrojnë që me do e mos të shkelësh në hapësirë të gjelbër. Shqetësimi nuk ka kaluar pa u vërejtur as nga vetë qytetarët, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Po këto është shumë gabim. A di njerë me dy sy në bolë, për shembull i bo këta orë të vepër diçka shumë e gabueshme. Muj me thonë edhe qesharake, kush vjen e eshen. Nuk është që veç na jemi këtu, po vinë edhe të hujtë, edhe i shojnë që son në rregull. Dhe me thonë, puna është bosh kele shko, veç ta kryj punën edhe hajtë, hecë. E kjo nuk është në rregull. Institucionet tona duhet më shku vendin ku janë edhe mi pa gabimin, mi shenu edhe mi sanu ato gabime. Ka mundësi, çdo gabim ka mësim. Mas gabimit tonë herë njëri mëson. Njëherë gabon, herën e dytë s'ka nevojë me gabu. Po këto sen nuk ka veç këtu. Kemi edhe shumë vende tjera që i kanë dhënë vend pa vend. Lidhur me këto vija të bardha të vendosura gabimisht në shumë rrugë të qytetit, ne jemi drejtuar me email komunës së Gjakovës, por deri në momentin e transmetimit të materialit nuk kemi marrë një përgjigje. Të gjitha ankesat e konsumatorëve në lidhje me njësorët e kecit janë duke u trajtuar me shumë prioritet nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Nga ky digaster, bëjnë të ditur se gjatë verifikimeve të kryera në laboratorin e Agjencisë së Metrologjisë, është konstatuar se kec nuk ka respektuar afatin e vlefshmërisë së njësorëve elektrik, me qëra referuar legjislacionit në fuqi. Mint ka shqiptuar gjoba në vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar se pas ankesave të pranuara nga konsumatorët, ka intensifikuar aktivitetet në terren përmes komisionit verifikues për njësorët elektrik. Gjatë verifikimeve të kryera në laboratorin e Agjencisë së Metrologjisë, është konstatuar se kec nuk ka respektuar afatin e vlefshmërisë së njësorëve elektrik. Në vijim të këtyre gjetjeve, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, duke u referuar ligjit për metrologji, ka shqiptuar gjoba në vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar. Tutje në komunikat është theksuar se Minti mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe në trajtimin me prioritet të çdo ankese të paraqitur në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Po ashtu, bëhet e ditur se, me qëllim të lehtësimit të raportimit të parregullsive në treg, tashmë është funksionalizuar edhe një numër mobil për pranimin e ankesave. Qytetarët mund t'i adresojnë ankesat e tyre në çdo kohë, përfshirë edhe gjatë vikendeve dhe festave, në numrin +33 46 311 000 apo edhe në Viber.
çmimet e derivateve në Kosovë kanë filluar të bien. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, sot bëjnë të ditur se nafta duhet të ofrohet në 1,78 euro për litër, ndërkaq benzina 1,44 euro për litër. Këto çmime dukes janë duke i zbatuar edhe pikat e shitjes së derivateve në Gjakov, pasi në këto komunë, çmimi i naftës sot ishte për 1 cent më pak se sa është i lejuar nga Ministria. Çmimet e derivateve në Kosovë kanë shënuar rënje gjatë ditës së sotme. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, bëhet e ditur se çmimi maksimal i lejuar për naftën është 1,78 euro për litër, ndërsa për benzinon 1,44 euro për litër. Këto çmime tashmë kanë filluar të zbatohen edhe në teren. Në komunën e Gjakovës, disa pika të shitjes së derivateve kanë ofruar naftën edhe më lirë se çmimi i përcaktuar, konkretisht me 1,77 euro për litër, ndërsa benzina është shitur me 1,44 euro për litër. Kjo rënje e çmimeve pritet të ndikojë pozitivisht tek qytetarët, duke lehtësuar sadopak koston e jetesës dhe shpenzimet e përditshme për transport. Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar sot janë kthyer në shkollë pas përfundimit disa ditor të pushimeve pranverore. Mësimi ka filluar sipas kalendarit të Ministrisë së Arsimit dhe nga DKA bëjnë të ditur se në të gjitha shkollat e komunës mësimi ka filluar me kohë, ndërkaq ora mësimore në pjesën e mbetur të vitit shkollor do të jetë 45 minuta, përjashtuar nxënësit e shkollave të mesme të larta. Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar sot janë kthyer mësimet të rregullt. Pas ditëve të bukura të pranverës dhe pushimit të merituar, sot oborët e shkollave në Gjakov rikthyen zhurmën hapave të nxënësve në buzëqeshje dhe përqafimet që mungonin prej disa ditësh. Ky rikthim nuk është vetëm vazhdimi i mësimit, por një hap më afër realizimit të qëllimeve dhe një mundësi për të përmbyllur me sukses vitin shkollor 2025-2026. Referuar drejturisë së arsimit në Gjakov, mësimi ka nisur me kohë në të gjitha institucionet shkollore dhe mësimdhënësit janë gjendur në vendet e tyre të punës. Drejtori i DKA-s Hysem Brahimaj, në një përgjigje me shkrim tha se fillimi i periudhës së 4 ka nisur në mënyrë të rregullt dhe pa pengesa. Të gjitha shkollat janë duke zhvilluar procesin mësimor sipas planifikimit të parapare dhe nga tereni jemi duke monitoruar ecurinë dhe zhvillimin e procesit mësimor, me qëllim të sigurimit të cilësisë dhe mbarvajtjes së procesit edukativo-arsimor. Hyseni Tutje ka shtuar se nga sot orët mësimore janë 45 minuta, me përjashtim të shkollave të mesme. Me zgjatjen e orëve mësimore, natyrshëm ka ndryshuar edhe orari i turneve mësimore në disa shkolla. Kujtojmë se viti shkollor 2025-2026 për nxënësit e klaseve të 12-ta përfundon me 14 maj. Klasët e 9, 10 dhe 11 përfundojnë mësimin me 5 qershor, ndërkaq që nxënësit e nivelit parafillor dhe nga 1 deri në klasën e 8 përfundojnë mësimin me 19 qershor. Boksieri Taulant Jakupi ja ka dalë edhe një herë të triumfoj, duke rritur listën e gjatë të sukseseve të tij. Në turneun ndërkombëtar të boksit, Memorial Vllaznia 2026, boksieri Jakupi zhvilloi vetëm një meç në kategorinë prej 90 kg, në të cilin doli triumfues. Boksieri gjakovar Taulant Jakupi tregoi edhe një herë performancë fantastike. Këtë herë ai zori vendin e parë duke marrë medaljen e artë në turneun ndërkombëtar Memorial Vllaznia 2026 në Shkodër. Jakupi zhvilloi vetëm një meç në kategorinë 90 kg, në të cilin doli triumfues. Në medaljen e artë isha dhe unë, ku boksova në kategorinë 90 kg, me një kundërshtar mjaft e mirë nga Tirana dhe arrita që të shpallën fitues në fund të duelit. Kosova në këtë turne tregoi paraqitje të jashtëzakonshme duke fituar 3 medalje të arta dhe 2 të argjenta në kategorinë 55 kg deri në 90 kg. Ekipi i Kosovës mori pjesë me 5 garues në turneun Memorial Vllaznia, ku patëm një sukses shumë të mirë, ku fituam 5 medalje, 3 të arta kurse 2 të argjenta. Dardanët po ashtu dominuan duke fituar edhe 3 çmime të tjera. Çmimet ishin për ekipin më të mirë, boksierin me fair play dhe trajnerin më të mirë. Pas këtij suksesi, Jakupi tregoi se është duke u përgatitur për të përfaqësuar Kosovën në garat evropiane.
Futbollistët e klubit të futbollit Letaj nga Gjakova gjatë javës së shkuar kanë qëndruar për disa ditë në Spanjë për të marrë pjesë në një turne ndërkombëtar. Në këtë eksperiencë ndërkombëtare, sportistët U15 të KF Letaj ja dolën të përmbyllin garën suksesshëm. Klubi i futbollit Letaj nga Gjakova shkroi histori në Barcelonë duke zënë vendin e 5 mes 34 shteteve pjesëmarrëse në turneun Copa Maresme 2026. Ekipi përbëj nga gjenerata deri në 15 vjeç, për të cilin shprehet i lumtur edhe drejtori sportiv i këtij klubi. Me gjeneratën U15 vjet kemi pas suksese shumë të mëdha, o kanë turnire shumë madhështor. Në mesin e 34 ekipeve që ishim atë pjesëmarrës, 34 shtete, renditet ekipi jonë shteti i Kosovës në vendin e 5. Për përgatitjet dhe përvojën në Spanjë, foli edhe trajneri i ekipit. Na konë shumë të kënaqur se të mos këtu me servitje me djemë tonë, edhe atje u konë çdo san nivelin më të mirë që duhet për konë. Turniri ka qenë ndër turnirat më të mira që bëhet, domethënë në Evropë, Komiti Internacional Turnir. E veçanta në këtë klub është se ka edhe lojtar nga Shqipëria, i cili ndihet mirë që luan për një ekip kosovar. Unë ndina shumë mirë dhe ky është një klub i jashtëmos me trajnera me gjithë stafin. Na kem në Barcelonë jem dalë në vendin e 5 dhe pretendojmë herën tjetër të dalim sa më lart. Fjalët nuk i kursova as kapiteni i skuadrës, i cili po ashtu tregoi për përvojën e tij në Spanjë. Eksperiencë ka shumë e mirë, na kem kaluar atje shumë mirë, sidomos se më kanë me një prej qyteteve më të mira në Barcelonë. Na kem kaluar shumë mirë dhe lojtarët kanë shumë të fortë. Klubi futbollistik Letaj nuk e ka për herë të parë suksesin në këtë turne, pasi që vitin e kaluar e kishin zënë vendin e 7 me gjeneratën deri në 13 vjeç. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Ligji për pagën e 13 në sektorin privat nuk pritet mirë nga bizneset, nevojitet për krahje e qeverisë. Djegje dhe hudhje të mbeturinave në varrezat e qytetit të Gjakovës. Vijat e bardha që të detyrojnë t'i shkelësh në hapësirë të gjelbër. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.